suksesin ton në shërimin e të gjithë këtyre sëmundjeve. Ajo është rruga drejt besimit dhe adhurimit të Allahut. Ajo e ka emrin Islam. Duke ecur me të, shoqëritë do të gjejnë suksesin e sigurtë në këtë botë dhe të ardhmen e tyre të lumtur në xhenet, ku do të jenë të mirëpritur në kënaqësinë e Allahut. Mbulesa e femrës është një nga pjesët përbërëse të kësaj rruge. Mirë po, në monotoninë e përditshme të jetës në shekullin e 21, të shumt janë ata që çuditen nga kjo veshje. Një pjesë e njerëzve e shikojnë si diçka të vjetëruar, të tjerë e shohin pa perspektivë, por ka dhe prej tyre që hijabin e kanë frikë, ose nga ato që opinioni u qëndron pengesë ndërmjet tyre dhe kësaj nisme të virtytit. Këto dhe të tjera ishin e disa nga arsyet pse shumë vajza që janë besimtare të devotshme të Allahut stepen që ta hedhin këtë hap. Në qastet në vazhdim, ja munduar që të përzgjedhen nga specialistja e njohur në fushat sociale, Dr. Huejda Ismail, 10 arsyet më të forta që i pengojnë vajzat besimtare që të mos e hedhin këtë hap. Aty kam dhënë edhe shpjegimet e mia, me qëllimin e vetëm që këto vajza të kuptojnë vlerën e hijabit, të binden se ajo është mbrojtës i vlerave të tyre, ta kuptojnë se ajo është shenjë devotshmërisë që ato kanë me Zotin e tyre, të jenë të sigurta që hijabi është vetëm dobi e tyre në këtë botë dhe në botën tjetër. Qëllimi i kësaj qasje është që të nxjisë tek vajzat anën e fortë të zemrës së tyre, të nxjisë besimin, sepse vetëm kështu ato do të kenë forcë që ta hedhin këtë hap, duke qenë të bindura se hijabi është alternativa e tyre më e mirë për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe për të patur sukses në jetën e tyre të kësaj bote dhe xhenetin në botën tjetër. Jam u munduar në këto qaste të vërtetoj se hijabi e meriton të quhet vlerë dhe mbrojtës i vlerave, të cilat Allahu i madhëruar i ka dedikuar shkaku që i ka shtyr shumicën e njerëzve të keq kuptojnë parimet e Islamit është mosnjohja në thelb e këtyre parimeve. Gjithçka që Allahu e ka bërë të këshillueshme apo të detyrueshme, aplikimi i saj është në dobi për njeriun dhe shoqërinë ku jeton. Po kështu dhe e kundërta, gjithçka që Allahu e ka ndaluar, aplikimi i saj është i dëmshëm për njeriun dhe çka e rrethon atë. Për këtë arsye, mbulesa e femrës për faktin se është urdhër i Allahut, duhet konceptuar si dobi për femrën, bile edhe më shumë. Në dobinë e femrës është edhe dobia e familjes dhe e shoqërisë. Allahu thotë në Kur'an: O profet, thuaj u grave të tua, bijave të tua dhe grave të besimtarëve, le të hedhin mbi trupin e tyre shamit, sepse kjo është më e denjë për to, që të njihen dhe të mos cënohen. Allahu i fal gabimet e kaluara, ai është mëshirues. El-Ahzab 59. I destinuar për të qenë i përshtatshëm për çdo vend dhe kohë, Islami ka në përbërjen e tij parime që vlejnë pavarësisht shekujve që kalojnë. Koncepti i prapambetjes në të vërtetë ka lindur vetëm atëherë kur disa lider fetar apo edhe ata shoqëror nuk kanë edukuar tek njerëzit, bile nuk e kanë kuptuar as vetë rolin që ka Islami në zhvillimin social dhe kulturor të racës humane. Nëse me zhvillim apo përparim kuptohet ekspozimi i femrës në ambiente të ndryshme, me ose pa qëllim komercial, atëherë Islami është kundër kësaj. Nëse fjala zhvillim apo përparim kupton forcimin e pozitës së femrës në shoqëri, ndërtimin e vlerave të saj dhe mbrojtjen e tyre,
Atëherë, kjo është ajo që fton Islami. Për këtë arsye, hijabi është mbrojtësi këtyre vlerave, përballë këtyre ofertave komerciale, apo edhe të opinionit që në fund kërkojnë qëllimisht ose jo daljen nga natyra, bile edhe shkatrimin e femrës. Sot në shoqëritë moderne, hijabi shikohet si një shenjë prapambetjeje ose që u përket kohëve të kaluara. Shkaku i këtij opinioni sundues tek një pjesë e njerëzve është se ata nuk e kuptojnë zhvillimin ashtu siç duhet ai në të vërtetë të jetë. Nuk është hijabi pengesë për prezantimin dinjitos të femrës në shoqëri, por pengesë është fakti se hijabi mbron ato vlera të cilat shoqëritë sotme moderne, por të sëmura, duan të zhveshin femrën. Vlen të përmendet këtu edhe një anë pozitive që vazhdon të jetoj akoma tek këtë shoqëri. E kam fjalën për konkurrencën drejt perfeksionimit të aftësive. Thënë ndryshe, sot një pjesë e mirë e shoqërive janë të hapura në konkurimin për të arritur tek njeriu me aftësi më të mira në fushat përkatëse. Në këto momente, hijabi nuk bëhet pengesë që femra e mbuluar të hyjë në konkurrencë me rivalet e saj, për të fituar pozicionin e saj, të cilin e meriton në shoqëri. E megjithatë, është për të ardhur keq që një pjesë e madhe e shoqërive janë të infektuara deri në atë pikë sa janë të paktë ato që respektojnë njeriun sipas vlerave dhe aftësive të tij. Nuk është për të çuditur nga realiteti, kur sot shikojmë shumë femra të mbuluara që janë të suksesshme në karrierën e tyre dhe kanë zënë pozicione të rëndësishme në shoqëri. Ky përbën faktin se hijabi nuk i ka penguar as pak ato në suksesin e tyre. Përkundrazi, ai i ka ndihmuar dhe i ka mbrojtur ato që të mos cënohen në vlerat e tyre të natyrshme që kanë. Në Maqedoni, ky realitet është akoma në hapat e parë të tij, por nuk do të jetë largët dita kur femra të mbuluara, të cilat kanë patur suksese në studimet e tyre, të marrin atë që meritojnë duke mos e shikuar më hijabin si një pengesë drejt arritjes së suksesit. Bile, edhe në opinion do të vijë shumë shpejt koha kur njerëzit të mos vlerësohen për aparencën e tyre, por për vlerat dhe aftësitë që ata posedojnë. Për të ndihmuar shoqërinë që të ndryshojë këtë opinion të shtrembëruar për hijabin, nevojitet që femra muslimane të tregojë veten e saj, vlerat dhe aftësitë e saj. Të tregojë që ka mundësi edhe pse me mbulesën islame të jetë e para në fusha të ndryshme të jetës. Jetojmë në kohën e zhvillimeve të shpejta ku çdo musliman duhet të shpejtojë hapat e tij për të dalë i pari. Edhe këtu ne muslimanët përsëri jemi në avantazh. Ky avantazh është fakti se ne praktikojmë islamin, fe e cila është destinuar të sjellë zhvillimin, ndërsa prapambetjes në të gjitha format e saj i ka shpallur luftë. Të jemi të bindur se kemi një Zot që do ta kemi pranë për të na ndihmuar në ecurinë dhe zhvillimin ton. Mjafton të përpiqemi të afrohemi edhe ne me të dhe të jemi krenar që jemi mbështetur plotësisht atij. Ky është avantazh për çdo musliman, të cilin njerëzit e tjerë nuk e kanë. Mesazhi. Me të vërtet, partia e Allahut janë ata të suksesshmit. El Mujadele 22. Arsyeja e dytë. Jam krejtësisht e bindur se hijabi është obligim, por prindërit e mi nuk duan që unë ta mbaj. Mosbindja ndaj tyre është një tjetër urdhër i thyer ndaj Allahut të Gjeleshanuhu. Motrën e nderuar, e cila shpreh këtë arsye, e vlerësojmë për respektin që ajo dëshiron t'ua japë prindërve të saj, sepse me të vërtetë është obligim respektimi i tyre. Por nëse vihemi përballë dy detyrave të cilat janë madhore, ajo e respektimit të urdhërave të Allahut dhe atyre të prindërve, të cilat janë në kundërshtim me njëra tjetrën, atëherë parasore dhe obligueshme është zbatimi i urdhërave të Allahut, krijuesit tanë dhe të prindërve të tu. Urdhëri i tij ka më tepër rëndësi se sa urdhëri i krijesave.
Për këtë arsye, Allahu dhe profeti i tij Muhamedi alayhis salam kanë cituar në shumë vende në Kur'an dhe në hadith se urdhri i Allahut është më parsor. Ja disa shembuj prej këtyre urdhrave. Adhurojeni Allahun dhe mos i shoqëroni atij askënd, ndërsa me prindërit jeni të respektueshëm. En-Nisa 36. E kemi porositur njeriun për të respektuar prindërit e tij. Nëna e tij e ka mbajtur atë, vështirësi pas vështirësive, në një periudhë 2 vjeçare. Prandaj, falenderoni mua dhe prindërit e tu, sepse tek mua është kthimi juaj. Nëse prindërit e tu të detyrojnë që ti të bësh shirk Allahut, kur nuk e asnjë argument për këtë, atëherë mos ju bind atyre. Por njëkohësisht në jetën e kësaj bote respektoji ata, ndërsa vetë ndiq rrugën e atyre që afrohen tek mua, sepse kthimi juaj është vetëm tek unë. Atëherë do t'ju lajmëroj për të gjitha veprat tuaja. Lukman 14:15. Ndërsa profeti alayhis salam thot: nuk duhet që t'i bindesh krijesës kur të shtyn në mosbindje ndaj krijuesit. Imam Ahmedi. E nderuar motër, siç shprehet në faktet e mësipërme, njeriu është i detyruar pikë së pari të respektojë urdhrin e Allahut te xheleshanuhu, krijuesit të tij. Qoftë kjo dhe duke rënë në kundërshtim me urdhrat e njerëzve, sidomos edhe të atyre që ne kemi obligim zbatimin e urdhrave të tyre, siç janë prindërit. Por nga ana tjetër, dhënia përparësie e urdhrave të Allahut ndaj atyre të prindërve nuk do të thotë se ti duhet të sillesh keq me prindërit e tu. Përkundrazi, kundërshtimi i tyre duhet të jetë në mënyrën më të sjellshme dhe sa më bindëse për ta. Por nëse edhe pas mirësjelljes tënde prindërit akoma nuk binden, atëherë mënyra jote e fundit nuk është keqtrajtimi i tyre, por lutje e Allahut që ata t'i udhëzojnë në të vërtetën. Dëshiron të provosh se çfarë ndjesie dhe sa i shpejt është përgjigje e lutjes tënde nga Allahu, atëherë agjëro vullnetarisht dhe në kohën e syfirit dhe në kohën e iftarit. Lute Zotin shumë për ta dhe do të shikosh se si Allahu do ta ndryshojë gjendjen e tyre dhe tënden për mirë. Bëje këtë.
shpirët dhe më ka mësuar komentimin e ëndrave. O krijuesi i qiejve dhe i tokës, ti je kujdestari im në këtë botë dhe në ahiret. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirat. Jusuf 101. Shembuj të tillë kemi edhe në ditët tona. Në një emision special në stacionin televiziv ndërkombëtar të informacionit Al Jazeera, kohëve të fundit të transmetohej rasti i prezantueses së njohur në çështjen e femrës, Leila Said, e cila pasi kishte patur një karrierë të suksesshme si prezantuese emisionesh dhe lajmesh në Al Jazeera, vendosi që të mbulohej me shamin islame, të cilën nuk e kishte bërë më parë. Kur e pyetën, si e morët këtë vendim, ajo ju përgjigj: "Ky ishte një plotësim, një mangësie që kisha lënë në besimin tim dhe falenderoj Allahun që ma mundsoi të zbatoj këtë porosi të tij." Ndërsa pyetja tjetër ishte: "Si reaguan stafi juaj, kolegët dhe prorët tuaj?" Ajo ju përgjigj: "Kur mundohesh të respektosh Allahun, ai bën që edhe njerëzit të respektojnë në vendimin tënd. Por për të qenë realiste, kohët e fundit, përpara se të hidhja këtë hap, kisha një farë ankthi dhe frikë. Pasi në profesionin ton, imazhi ka një rëndësi të veçantë. E megjithatë, paraqitja ime për herë të parë në transmetimin direkt e veshur me shamin islame shkaktoi krejtësisht reagimin e kundërtën nga ajo që prisnim të gjithë ne të stafit. 10 mijëra mesazhe urimin nga të gjitha anët e botës erdhen ato ditë duke më uruar. Aq të shumta ishin sa kolegët e mi në studio më thanë: "E Leila, kjo që ke bërë ishte e mrekullueshme." Por kaq shumë po na lodhin leximi i mesazheve të urimit për ty dhe për stafin se nuk po e përballojmë dot. Urime Leila. E sa shumë raste të tilla ka dhe ka për të patur. Motër, ajo që të mundon në të vërtetë është vetëm frika apo ankthi se si do të pritet ky hap i joti drejt vlerave. Por hidhe këtë hap dhe do të shikosh efektin pozitiv që do të kesh në shoqëri. Është e thjeshtë, ti ke kënaqur Allahun dhe ai do t'i sa i dhe më të shumte në numër. Kriminalët do të dënohen pa u përfillur në justifikimet e tyre.
Karuni doli para popullit të tij me madhështinë që kishte. Shumë njerëz të dhënë pas kësaj bote thanë: "Ah, sikur të na jepej edhe në mirësi, kështu si është dhënë Karunit. Ai është njeri plot fat." Ndërsa njerëzit e mençur u thanë: "Të mjerët ju, shpërblimi i Zotit është më i mirë për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Atë shpërblim nuk e meritojnë vetëm se ata që janë durimtar." Në ato momente Allahu e qau tokën e cila e përpiu brenda Karunin bashkë me pasurinë e tij. Ai nuk pati askënd që ta ndihmonte kundrejt të Zotit dhe kështu dështoi. El Kasas 76-81. Për këtë arsye, nderuar motër, duhet të kuptosh se besimi dhe respektimi i porosive të Zotit është shumë më parësor ndaj çdo gjëje tjetër. A nuk e kishte në dorë profeti Muhammed a.s. karrierën? Atij ju ofruan pasuri, pushtet, bile dhe famë të madhe kur i thanë se po të duash, bëhu mbreti ynë. Të gjitha këto do t'i kishte dhe do të bënte shumë karrierë, por ai e dinte se në këmbim i duhej të braktiste kënaqësinë e Allahut te xheleshanuhu. Ai e dinte se misioni i tij, besimi i tij vlente shumë më tepër se kaq. Bile edhe më shumë se e gjithë bota dhe vetë dielli. Prandaj, me vendosmëri, u aktheu Kurejshve duke i thënë: "Sikur të më ofronin diellin në të djathtën time dhe hënën në të majt, nuk kam për ta lënë këtë fe derisa Allahu të më triumfoj ose të vdes në emër të saj." El Rahik El Mehtum Mubarek Fure. Më mirë se ti, që e ndjen mbesimin tek Allahu, mund t'ua shpreh mirësitë e Zotit ndaj njeriut. Kush më mirë se ti e kuptuar se sa shumë i detyrohemi Zotit për veten tonë, për suksesin tonë dhe për shoqërinë ku jetojmë. Nëse dëshiron ta bësh këtë, atëherë filloje së pari me vepra, me shembullin që me ato mirësi që të ka dhënë Allahu të meritosh hiretin, duke mos lënë pas dore jetesën tënde në këtë botë. El Kasas 77. Arsye e katërt. Në vendin tim bën shumë nxehtë. Si mund ta duroja këtë vap, kur do të më duhej të mbaj edhe hijabin? E dashur motër, Allahu i madhëruar thotë në Kur'an: "Nxehtësia e zjarrit është shumë e përvoluese, sikur njerëzit këtë ta dinin." Et-Teube 81. Atëherë si mund të krahasohet një klim relativisht e nxehtë në ndonjë zonë të caktuar të globit me zjarrin e xhehenemit? A ke dëgjuar ndonjëherë motër rreth asaj zone të zjarrit të xhehenemit e cila quhet Hutame? Ja se çfarë është ajo? Është zjarri i Allahut i ndezur fort, që të depërton në brendësitë e zemrës. Ai i mbyll ata dhe u azëfrymen. Ata janë të lidhur aty në prangat e një pasnjëshme. Humeze 6:9.
po për një zonë tjetër në Gjehenem që quhet zona e mjegullës. A ke dëgjuar? Ajo është: shkoni tek ajo mjegull që ka 3 degëzime. Ajo nuk bën as hije dhe as nuk mbron nga flakët. Ajo hedh shtëllu nga flakësh që janë si një kështjell. El Murselat 30-32. A ke dëgjuar ndonjëherë motër për një zonë tjetër në Gjehenem që quhet Ledha? Atë ditë ata shikojnë njëri tjetrin. Kriminali dëshiron të shpaguaj dënimin e asaj dite, qoftë edhe me bijtë e vet, ndoshta edhe me gruan e tij, ndoshta edhe me të afërmit e tij, tek të cilët Motër e nderuar, mjaft më se nuk ka asnjë kuptim të krahasosh atë të merr me çfarë do lloj klime këtu në këtë botë. Si pra atëherë mendon se është vap në vendin tënd? Të paktën, aq sa për të mos mbajtur hijabin? Mbulesën e dëlirësisë dhe vlerave të cilën Allahu ta ka dedikuar vetëm ty. E di dhe jam e sigurt se ajo pjesë e zemrës së tënde e mbushur me besim, kurse si nuk do të ndroj vlerën që Allahu ja dedikoi femrës së besimtare me asgjë të kësaj bote, qoftë edhe për pak freski të përkohshme, sepse freski e vërtet është freskia që të jep besimi që t'i e mban në zemër. Mesazhi: o ju që keni besuar, ruajeni veten dhe familjen tuaj nga zjarri, lëndë djegëse e të cilit do t'jenë njerëzit dhe guret. El Tahrim 6. Arsyeja e 5. Nëse e marr vendimin e për të vendosur hijabin, kam frikë se nuk do ta mbaj për gjithmonë, sepse unë kam parë vajza që pas një fare kohë e kanë hequr. I drejtohem me motrës së nderuar. Nëse do të esti me këtë arsye tim, atëherë nuk do të kishte asnjë mirësi mbi tokë. Nuk do të kishte njerëz që adhuronin Zotin, që faleshin apo agjeronin, sepse të gjithë do të shikonin dikën të dështuar dhe do ta merrnin atë si krahasim. Bile, imagjino se çdo të ndodhte, do të kishim përpara një karvan të dështuarish, njerëzish pa iniciativë dhe ndjekës të verbër. Arsyeja cila do të ishte? Ata kanë frikë të shikojnë botën me sytë e tyre, të provojnë aftësitë e veta, të mendojnë vetë, bile dhe të sakrifikojnë thjesht për të bindur veten së pari se ai është ndryshe nga ai i dështuari. Motër e nderuar, duhet ta dish se hijabi, ajo copë pëlhur që hedh mbi kokën tënde, nuk është për ty një peshë që të rëndon në ndërgjegje, aq sa ke frikë se mund të lodhesh dhe do të heqesh. Hijabin më shumë se kaq duhet ta ndjesh thellë në zemër, ta vlerësosh atë si dedikimin më të shtrenjtë që Zoti ta ka bërë ty, për të ngritur në vlera, për të mbrojtur nga njerëzit dashakeq, për të afruar edhe më shumë drejt tij, për të dhuruar xhenetin me bindjen që edhe ti i a dedikon Allahut. Në një hadith kutsi, Zoti të drejtohet ty duke të thënë: cili do që armiqësohet me ndonjën nga të dashurit e mi, unë i shpall luftë. Gjërat më të dashura me të cilat robi im afrohet me mua janë detyrimet që i kam caktuar. Ai vazhdon të më afrohet me vepra vullnetare, derisa ta dua. Kur unë ta dua, do të bëhem dëgjimi i tij me të cilin dëgjon, shikimi i tij me të cilin shikon, dora e tij me të cilën godet dhe këmba e tij me të cilën ecën. Një njeriu të tillë, nëse më kërkon diçka, do t'ia jap, nëse mbrohet me mua, do ta mbroj. Buhariu. Atëherë ja vlen që njeriu të ketë frikë për hapat që ai i hedh në rrugë të Zotit.
ia vlen që njeriu të jetë i pasigurt për të ardhmen e tij kur atë i mbështet të Zotit. Të gjithë ata që kanë dështuar kanë patur vetëm një problem. Ata asnjëherë nuk kanë ditur t'i mbështeten në Zotit. Profeti Muhamedi a.s. ka thënë në një hadith të tij: si kur ju t'i mbështeteshit të Zotit me të vërtet, atëherë ai do t'ju furnizonte me rrezik. Ashtu si kur zogut i cili del nga foleja e tij me barkun bosh dhe kthehet i ngopur. Tirmidhiu. Mos ki frikë asnjëherë për çdo hap që hedh përpara në rrugë të Zotit, sepse Zotin do ta kesh gjithmonë pranë për të forcuar, për të lehtësuar vështirësitë tua. Do ta kesh pranë në çdo lutje tënde në që i drejtohesh. Do ta kesh pranë sa herë të kërkosh Allahun. Nëse robërit e mi të pyesin ty rreth meje, thuaju: unë jam pranë tyre dhe i përgjigjem lutjes së atij që më lutet. Prandaj le të më përgjigjen mua dhe të besojnë tek mua. Kështu ata do t'jenë të udhëzuar. El Bekara 186. Është e vërtetë se tek njeriu ndikon edhe një tjetër faktor shumë i rëndësishëm që e bën njeriu të stonojë apo të ketë frikë. Ajo është shoqëria që e rrethon. Për këtë arsye Allahu i madhëruar dëshiron prej nesh që të zgjidhim shoqërinë tonë të tillë, që të jetë ndihmuese për ne në besimin tek Zoti dhe jo penguese. Përmbaje veten tënde së bashku me ata të cilët i luten Zotit të tyre mëngjes dhe mbrëmje, duke kërkuar fytyrën e tij. Dhe mos e hidh shikimin tek ata që i kërkojnë bukuritë e kësaj bote e mos t'u bind atij të cilit i mbyllëm zemrën nga përkujtimi ynë e është kredhur në pasionet e tij. Tashmë çështja e tij është e shturur. El Kehf 28. Mesazhi: thuaj, Zoti im, ty të jam dorëzuar, ty të kam besuar, ty të jam mbështetur, ty të jam drejtuar dhe për ty jam armiqësuar. Zoti im, vetëm tek madhështia jote kërkoj mbrojtje, sepse arsyeja e 6. Nëse unë e mbaj hijabin, atëherë shanset për martesë do t'i kem të pakta. Pse duhet të rrezikoj? Dua ta shtjelloj këtë problem në 2 aspekte. Aspekti i parë. Fillimisht, e nderuar motër, duhet të dish se një martesë e suksesshme vjen vetëm atëherë kur të dy bashkëshortët janë të përshtatshëm për njëri tjetrin, gjejnë gjuhën e përbashkët për të kuptuar njëri tjetrin dhe në mes tyre ekziston dashuria e pastër. Një nga problemet madhore që shoqëritë njerëzore po vuajnë sot është pikërisht problemi i zgjedhjes së bashkëshortit apo bashkëshortes së duhur. Për këtë arsye shohim se si shkatërrohen familjet dhe numri i divorceve është shtuar shumë dhe sidomos në vendin tonë po arrin nivele shqetësuese. Zgjedhja e shokut apo shoqes së jetës, edhe kjo ka sekretin e vet, që për një besimtar ose besimtare nuk mbetet më i tillë. Së pari vendosi vetes qëllimin se ajo që do të ndërtosh është një familje muslimane, ku gjithçka të funksionojë vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe devotshmërinë me të. Pasi ky të jetë qëllimi yt, atëherë profeti Muhamedi a.s. i ka shtjelluar zgjidhjen. Për zgjidhjen e bashkëshortit ai thot: nëse ju vjen dikush për të kërkuar dorën e vajzës tuaj dhe ju vlerësoni tek ai besimin, devotshmërinë me Allahun dhe moralin e tij, atëherë mos e refuzoni. Në të kundërt, në tokë do të ketë shkatërim, Ibn Majah. Ndërsa për zgjedhjen e bashkëshortes së ardhshme, profeti a.s. thot: 4 gjëra tërheqin tek vajza që ajo të martohet. E para, bukuria e saj. E dyta, pasuria e saj. E treta, pozita shoqërore që ka. Dhe e katërta, besimi i saj.
Zgjidheni bashkëshorten tuaj vetëm për besimin e saj në mënyrë që të jeni të suksesshëm. Buhariu. Me këtë rast, u bëj thirrje të gjithë atyre djemve musliman të cilët kanë arritur moshën dhe kanë kushtet e mjaftueshme për martesë. Le të kërkojnë tek nusja e tyre ardhshme besimin e saj. Nëse do t'jetë kështu, atëherë do t'jenë të suksesshëm dhe do të arrijnë të formojnë familjen muslimane kaq shumë të ndëruar nga çdo besimtar. Atëherë do të kuptojnë se kanë gjetur me të vërtetë lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. I drejtohem të gjithë atyre djemve musliman që e duan Allahun dhe profetin e tij, të gjithë atyre që e duan Islamin dhe jetojnë me parimet e tij, të mos kërkojnë veç Allahut Zot tjetër sepse nuk ka, të mos kërkojnë pas Islamit fe tjetër të pranuar sepse e vërteta është vetëm një. Gjithashtu të mos kërkojnë përveç besimtarës alternativ tjetër për martesë, sepse atëherë do t'jenë të dështuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Jeta ka dhënë plot të shembuj të këtyre dështimeve. Nga ana tjetër, u bëj thirrje atyre vajzave dhe prindërve të tyre që e duan Allahun dhe fenë e tij. Ndiqeni këshillën e profetit alayhis salam rreth bashkëshortit të ardhshëm për fëmijët tuaj. Nëse me të vërtetë dëshironi më të mirën për ta, nëse me të vërtetë dëshironi lumturinë e fëmijëve tuaj dhe të keni plotësuar amanetin që keni përpara Allahut për fëmijët tuaj, mos u mashtroni nga pasuria, karriera apo emri që dikush mund ta ketë. Askush më mirë se besimtari nuk mund të jetë një bashkëshort i denj për familjen e tij. Askush më mirë se besimtari nuk mund të jetë një prind i mirë për fëmijët e tij. Dhe askush më mirë se besimtari nuk mund të jetë njeri i dobishëm për shoqërinë e tij. Aspekti i dytë. E nderuar motër, duhet të kuptosh se askush përveç Allahut nuk e ka në dorë fatin ton. Askush përveç ti nuk e ka në dorë rizikun ton. Kush përveç Allahut e bën bimën të mbi për të na dhënë ushqimin që konsumojmë. Kush përveç ti ka garantuar jetesën ton që nga momenti që ne lindim. Kush e ka garantuar ushqimin deri dhe te milingonave apo krijesave më të vogla se ajo. Kush i bën dallëndyshet të emigrojnë drejt ushqimit të tyre. Askush tjetër, vetëm se ai Allah, krijuesi i gjithësisë, mëshiruesi, furnizuesi, udhëzuesi. Atëherë nderuar motër, kur e kemi bërë një punë vetëm për Allah dhe ai të mos na ketë shpërblyer me më të mirën? Kur e kemi falur ndonjë namaz me gjithë shpirt dhe ai të mos na e ketë dhënë qetësinë dhe kënaqësinë e shpirtit? Si mund të themi atëherë se kemi frikë për fatin ton, kur drejtuesi i fateve tona është vetëm Allahu? Motër e nderuar, je sigurt për fatin tënd se gjithçka do të shkojë shumë mirë për aq kohë sa do të jesh e mbështetur tek ai. Allahu nuk ka zot tjetër veç ti. Është i dituri i të fshehtës dhe i së qartës. Ai është mëshiruesi, mëshirbërësi. Ai është Allahu dhe nuk ka zot tjetër veç ti. Poseduesi i përgjithshëm, i shenjti, dhënësi i paqes, garantuesi, sunduesi, i plotfuqishmi, mbizotruesi, i madhërishmi, i lartësuar është nga çdo gjë që i shoqërojnë. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Ato e madhërojnë të gjithë sa janë në qiej e në tokë. Ai është ngadhnjyesi i mençur. El Hashr 22-24. Mesazhi. Kush është i devotshëm me Allahun, ai jep rrugëzgjidhje problemeve.
të tyre. Kanë haruar jetimin fukaran, popull të uritur për bukën e gojës dhe të tjerë të uritur për të zhvatur sa më shumë ushqimin dhe mundjen e tyre. Bile ka dhe nga ata që për interesa shumë të vogla vetjake, sakrifikojnë mira jetë njerëz të pafajshëm dhe luajnë me fatet e popujve. Ja, kjo është realiteti i mijëvjeçarit të tretë ku njeriu ka arritur kulmin në civilizimin modern. Më falë motër e nderuar nëse u zgjata pak, por nëse po flasim për bukuri, atëherë nga këto fillohet. Ndërsa për arsyen që ti e nderuar e shtron, të them se çdo bukuri fizike është vepër e Allahut dhe ka rolin dhe destinacionin e saj. Nëse do të marrim ajetin e 11 të sures Ed-Duha, ku Allahu thot: "Dhe tregoj mirësitë e Zotit tënd", atëherë do të thoja se mirësia më e madhe e Allahut që të ka dhënë ty dhe të gjithë muslimanëve është Islami. Atëherë, tregoje atë. Tregoje Islamin me veprat dhe fjalët e tua. Tregoje Islamin ashtu siç është me shpirtin dhe aparencën e tij. O profet, thuaju, grave të tua, bijave të tua dhe grave të besimtarëve të vendosin mbulesën mbi trupin e tyre, sepse kjo është më e saktë që ato të njihen dhe të mos cënohen. El-Ahzab 59. Kjo është ajo që duhet të tregoj besimtarja e vërtetë e cila pretendon se i zbaton rregullat dhe urdhërat e Allahut me përpikmëri. Ndërsa pretendimi se vajza besimtare nuk ka pse të mos i tregojë ato bukuri fizike të dhuruara nga Allahu, hidhet poshtë nga fjala e Allahut të cilën pretendojmë të zbatojmë në jetën tonë. Allahu thotë në Kur'an: "Thuaju besimtarëve, të ulin në shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolit e tyre, përveç atyre që janë të dukshme. Këtu hyn fytyra dhe duart. Të hedhin mbi krahërorin e tyre shamit e kokës, të mos u atregojnë bukuritë e tyre askujt, përveç burrave të tyre, baballarëve të tyre apo baballarëve të burrave të tyre, djemve të tyre apo djemve të burrave të tyre, vëllezërve të vet ose djemve të vëllezërve të vet, apo djemve të motrave të tyre, ose grave të tyre apo robëreshave, ose shërptorëve të tyre, meshkuj të cilët nuk ndjejnë asnjë lloj tërheqjeje për femrat, ose fëmijëve të cilët nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë. Le të mos i kërcasin këmbët e tyre, për të zbuluar fshehtësitë nga stolit e tyre. Pendohuni të gjithë tek Allahu o besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim." En-Nur 31. Thelbi i këtij urdhëri të Allahut është i qartë. Femra besimtare në Islam konsiderohet një tesar, bukuritë të cilit nuk duhet të ekspozohen për të gjithë. Çfarë vlere do të kishte femra jashtë këtij limiti? A nuk po shohim se si po trajtohet ajo nga të gjitha ata njerëz të cilët duan për të jetë zhveshur? A nuk po shohim se tashmë ajo është kthyer në një mall komercial, thjesht për reklam? Kjo është vlera e femrës. Kjo është mbrojtja e saj nga cënimet. Ky është misioni i saj. Femra është nën, femra është bashkëshorte, femra është motër. Ky është misioni i saj në shoqëri për të cilin e ka krijuar Allahu. Në Islam, femra është shkolla bazë që edukon breza. Të gjithë njerëzit e mëdhenj kanë qenë bij nënësh të mëdha. Gjithmonë mos e harro këtë. Për vlerën e femrës, vajza e Muhammed Aliut, Hana, tregon historinë e saj që i ndodhi me babain e vet. Ajo citon: "Nëse e mbaj mend mirë, atë ditë kisha veshur një bodi, bluzë të ngushtë, ngjyrë të bardhë dhe një minifund të zi. Unë isha rritur si muslimane praktikante, kështu që kur nuk isha veshur rroba të tilla në prezencën e babait tim. Kur arritëm në hotel, shoferi në shoqëroi mua dhe motrën time të vogël, Laila, në dhomën e babait ton. Si zakonisht, ai ishte fshehur pas dere dhe po na priste që të na tremte. Ne e dinim këtë. Pas së lojës së tij, tashmë të zakonshme me ne, u puthëm dhe u përqafuam shumë. Babai na hodhi një vështrim të imët të dyjave.
Pastaj më uli mbi prekrin e tij dhe më tha diçka që nuk do të harroj kur. Më shikoi drejt në sy dhe mu drejtua. Hana, çdo gjë të çmuar që Zoti krijoi në këtë botë është e mbuluar dhe shumë e vështirë ta gjesh. Ku i gjen diamantët, më tha? Thellë në tokë, të mbuluar dhe të mbrojtur, ju përgjigja. Po perlat ku mund t'i gjejmë? Vazhdoi. Thellë në fund të oqeanit, të mbuluara dhe të mbrojtura në guaska të mrekullueshme, ja ktheva. Ku e gjejmë floriren? Shumë thellë në miniera, i mbuluar në shtresa të ndryshme dhe u dhe shkëmbi. Njeriut i duhet të punoj shumë që të arrijë këto. I thash, ai më vështroi dhe pamja e tij kësaj radhe ishte serioze dhe më tha: "E shtrenjta ime, ti je më e vlefshme për mua se sa diamantet dhe perlat, prandaj dhe ti duhet të mbulohesh gjithashtu." Mesazhi: në Islam, femra konsiderohet një thesar i çmuar, ja pse duhet të mbulohet me veshjen islame. Arsyeja e 8. Unë e di se hijabi është një detyrim dhe afrim ndaj Allahut, por do ta vendos atë vetëm atëherë kur Allahu të më udhëzoj që ta vendos atë. Motër e nderuar, çdo lëvizje ka një shkaktues të saj. Çdo ëndër e do një përpjekje për ta bërë realitet. Çdo qëllim kërkon një hap të sinqertë dhe të vendosur për të arritur atë. Ndryshe, asgjë nuk do të bëjë realitet dhe asgjë nuk do të kishte kuptim. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata vetë të fillojnë ndryshimin. Errat 11. Allahu i madhëruar i ka dhënë njeriut të gjitha mundësitë e duhura që ai të mbijetojë në jetën e kësaj bote. Nëse ai nuk i vën në lëvizje ato, atëherë mbijetesa e tij është mision i pamundur. Nëse duam të arrijmë në udhëtimin ton destinacionin e kërkuar, atëherë nuk mjafton vetëm dëshira, por edhe hedhja e hapave drejt tij. E nderuar motër, të jesh e sigurt se Allahu i madhëruar ka mundësi të ndryshoj çdo lloj realiteti. Mirpo, ai nuk e bën këtë gjë deri atëherë kur përtasia dhe ndembelizmi të jenë zhdukur nga zemrat e njerëzve. Atëherë kur ti, me sinqeritet të plotë ndaj tij, do të përpiqesh të hedhësh hapat e para drejt Allahut. Do të shikosh se Allahu ishte ai që deshi dhe ta mundësoi këtë gjë. Filloje ndryshimin tek vetja jote dhe mos e lër trenin e mëshirës të kalojnë nga stacioni yt dhe ti akoma nuk ke hyrë mbi të. Duke pritur që të vi dikush dhe të lëviz këmbën drejt shkallëve të tij. Ajo që duhet të vërë në lëvizje është zemra jote dhe besimi yt i sinqert tek Allahu. Pasi të kesh hipur mbi trenin e mëshirës së Allahut, atëherë do të kuptosh se udhëzuesi i vërtetë drejt këtij treni ishte vetëm Allahu i madhëruar. Nëse pretendon se e njeh dhe e beson Allahun, atëherë duhet të dish se ajo që Allahu kërkon prej teje është pikërisht kjo: hedhja e hapit të parë nga ana jote. Pastaj, mbështetju plotësisht Allahut sepse do ta kesh pranë. Do të jetë me ty sa herë që ti të jesh në vështirësi, sa herë që do të kesh nevojë për të. Do të mjaftoj vetëm një lutje e zemrës tënde dhe do të shikosh suksesin. Mesazhi: nëse robi im më afrohet mua një pëllëmb, unë i afrohem atij një pash. Nëse robi im vjen drejt meje duke ecur, vi drejt tij duke vrapuar. Mutefekun Alehi. Arsyeja e 9. Akoma nuk ka ardhur koha për ta hedhur këtë hap. Jam akoma e re për të vendosur hijabin. Do ta vendos atë atëherë kur të jem më e vjetër ose pasi të bëj haxhin. Motër e nderuar, për çdo shpirt, Allahu ka caktuar engjëllin e vdekjes që do ta nxjerrë atë nga trupi i asaj gjallëse. Vdekja është momenti më i vështirë, por dhe më i papritur që njeriu patjetër do ta kalojë në jetën e tij. Ajo është faza mbyllëse e jetës në këtë botë dhe gjithashtu porta hyrëse drejt botës tjetër. Nga aty fillon për çdo njeri një jetë tjetër. Nëse e ka të vërtetë më sfiduese për të gjithë njerëzimin, ajo është vdekja.
Nëse ka një të vërtet më të parezistueshme për çdo fuqi të krijesave, ajo është vetëm vdekja. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: çdo gjallës ka për ta shijuar vdekjen. El Ankebut 34. Motër e nderuar, askush nuk e di se kur do të jetë dita e tij e fundit në këtë jetë. Ti mund të mendosh se do të arrish plakjen, ndoshta i ke thurur shumë bukur ëndrat e tua dhe qëllimet që dëshiron të arrish në jetë, por papritur të befason vdekja, nuk dihet se ku, kur apo si. Nëse ajo të gjen të papërgatitur për të, atëherë nuk do të ketë më kthim prapa. Sa ëndra të mëdha, vdekja i ka koputur në mes. Sa njerëz janë mashtruar nga shejtani dhe nuk kanë menduar për këtë ditë, sepse vetëm ai i shtyn njerëzit në ngadalësimin e drejt punëve të mira. Por mos ju bind atij. Shpejtoni iniciativat tua të mira. Hijabi është njëra prej tyre. Shpejto përpara se engjëlli i vdekjes të thotë: nuk kam më kthim prapa, sepse atëherë do të pendohesh nga për shkak të bindjes së tyre ndaj tij. Ai nuk ka pranuar prej tyre asnjë përkatësi tjetër vetëm se të jenë në përkatësinë islame. I dyti është grupacioni ose partia e djallit. Këta janë të dështuarit e kësaj bote dhe të botës tjetër, për faktin se ata zgjodhen mosbindjen ndaj Allahut dhe rrugën e djallit. Ky i fundit nuk është asgjë më shumë, vetëm se një mashtrues, i cili i tharët e vet i çon drejt humbjes së sigurtë në këtë botë dhe në botën tjetër. Motër e nderuar, mos i kushto rëndësi para gjykimeve të njerëzve.
ata nuk e kuptojnë ëmbëlsinë e besimit që është në zemrën tënde. Për këtë arsye, ata e martojnë cilin do të përkushtuar ndaj Allahut me emra të ndryshëm, por ti mos i quaj këto pengesa. Mos lejo kënd që të privoj ty nga kënaqësia e Allahut. Përpara të gjithëve ti mjafton ta quash veten muslimane, sepse ky është emri më i natyrshëm të cilin Allahu e ka emërtuar partinë e tij, sepse vetëm ajo është partia e suksesit të kësaj bote dhe të botës tjetër. Tregojnë njerëzve se Islami nuk është përbërje grupacionesh. Të tërë ata që besojnë Allahun si Zot të vetëm dhe Muhamedin si profetin e tij të fundit, ata janë një grupim i vetëm. Nëse do të vendosësh hijabin, atëherë binde veten, pastaj edhe të tjerët, se ti përket vetëm një partie e cila është partia e Allahut. Binde veten edhe të tjerët se ti je vetëm muslimane. Mos ri larg Allahut dhe mirësive të tij. Mos ki probleme se njerëzit të paragjykojnë. Nëse ke fituar Allahun, atëherë çfarë ke humbur? Por nëse ke humbur Allahun, atëherë çfarë keni fituar? Kur Allahu e do një njeri, bjell në zemrën e të gjithë krijesave dashurinë dhe respektin për të, dhe ata fillojnë ta duan. Mesazhi: luftoni i dinjësisht për hir të Allahut, sepse ai ju përzgjodhi duke mos ju vështirësuar në fe me ndonjë vështirësi. Feja e babait tuaj Ibrahimit. Ai më parë dhe ky Kurani ju quajtu musliman, për të qeni dërguari, dëshmitar për ju dhe të jeni ju dëshmitar për njerëzit. Pra, faleni rregullisht namazin, jepni zekatin, mbështetujeni Allahut sepse ai është ndihmuesi juaj, sepse ai është mbrojtësi dhe ndihmuesi më i mirë. El-Hajj 78. Në kohën ku jetojmë, biznesi i djallit i ka shtrirë ofertat e tij në shumë fusha, por kryesorja e tyre është drejtuar nga femra. Moda e fundit, modelet e flokëve, rrobat e ngushta, të shkurtra e të dukshme. Të gjitha këto për të ekspozuar femrën si një mall komercial. Këto janë armat shkatëruese që përdor shejtani për të rënuar shoqëritë humane. Përballë këtyre ofertave të djallit qëndron thesari i paqmuar i udhëzimeve të Allahut, krijuesit tënd. Ato të ofrojnë lumturinë e vërtetë në këtë botë të egër, duke mbajtur në vetvete të ardhmën tënde në botën tjetër, në xhenet. Çdo ditë që kalon dhe ti akoma nuk e ke bërë përzgjedhjen tënde rreth hapit që do të hedhësh është vonesë për ty nga rruga e Allahut dhe afrimitetit me të. Nga ana tjetër, pa e kuptuar, vonesa jote të imponon zgjedhjen e ofertave djallëzore të shejtanit. Në të vërtetë, shejtani vonesën dëshiron prej teje, duke pritur të vijë engjëlli i vdekjes që të gjejë të papërgatitur. Atëherë do të jetë humbje për ty dhe fitore për djallin kundër teje. Kështu relativisht dhe pa dëshirën tënde do të konsiderohesh si përzgjedhëse ofertave të djallit. Prandaj, motër e nderuar, vendos duke mos pritur as pak të nesërmen. Atëherë, ke për të kuptuar se je shpëtuar dhe ke sfiduar djallin. Atëherë do të jesh edhe ti pjesë e karvanit të mëshirës ku janë të gjithë besimtarët e sinqertë me Allahun. Çdo ditë që kalon edhe ti akoma nuk e ke hedhur këtë hap, do të jetë për ty dëshpërim. Çdo ditë që kalon dhe ti akoma nuk e ke respektuar urdhërin e Allahut për hijabin, do të jetë vetëm pikëllim dhe pendim i thellë, por edhe zemërim nga Allahu. Prandaj, motër e nderuar, shprehe besimin tënd, bëje të lulëzoj natyrshëm në jetën tënde, mos e kyçe në zemër se vetëm aty ai nuk ka vlerë. Tregoje dhe krenohu me islamin tënd, me hijabin tënd, dhe do të shikosh se si mëshira e Allahut ishte kaq pranë teje, se si dashuria e Allahut do shpaloset dukshëm në jetën tënde. Atëherë do të qeshësh me veten tënde se si të gjitha këto arsyetime ishin pengesa të kota që vinin prej djallit për të vonuar në zgjedhjen tënde të re. Atëherë do ta kuptosh se vërtet ke shpëtuar dhe do të ndjesh keqardhje për ditët që kaluan pa këtë mirësi që e ka emrin hijab. Do të ndjesh keqardhje edhe për ato vajza të tjera që akoma nuk e kanë hedhur këtë hap vendimtar dhe do të mundohesh që t'i ndihmosh edhe ato për të arritur vlerat e tua.
Mos u pezmaton nga ato që shumë njerëz sot i quajnë privime për ty, sepse ato nuk janë asgjë tjetër vetëm se kënaqësi boshe dhe në fund sjellin vetëm se plagë dhe dëshpërim. Allahu e ka cilësuar jetën e kësaj bote dhe kënaqësitë e saj duke thënë: jeta e kësaj bote është një përjetim mashtrues. Ali Imran 185. Hip në trenin e mëshirës së Allahut përpara se ai ta lërë stacionin tënd. Llogaritë vetveten para se të jetë vonë, sepse atëherë dikush tjetër do të marrë në llogari dhe ti nuk do të kesh asnjë mundësi për të ndryshuar gjë. Të gjitha falenderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, i cili mundësoi përfundimin